Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar shkelje serioze në Ministrinë e Turizmit gjatë drejtimit të Mirela Kumbaros. Raporti i auditimit që mbulon periudhën 1 janar 2023-31 dhjetor 2024 evidenton pagesa të dyfishta, prokurime problematike, dëme ekonomike dhe mungesë transparence në administrimin financiar. Sipas audituesve, vetëm për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për largimit të padrejta nga puna, buxheti i shtetit i është shkaktuar një kosto prej rreth 28 milion lekësh të reja. Shkeljet shtrihen edhe në projektet e infrastrukturës. Auditimi ka konstatuar një dëm ekonomik prej 1.8 milion lekësh në rikonstruksionin e godinës së Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, ku janë paguar punimet të pakryera në terren. Por situata rëndohet akoma më shumë në Agjencinë Rajonale të Mjedisit, ku për shkak të ndërhyrjeve të paligjshme që kanë shkaktuar një dëm prej rreth 5.9 milion lekësh, KLSH ka referuar çështjen për ndjekje penale në prokurori. KLSH vëren se kontratat me subjektet fituese për mbështetje financiare janë nënshkruar nga sekretari i përgjithshëm, pa pasur një delegim zyrtar, kompetencash nga ministri. Sektori i mjedisit duket se ka pësuar goditjen më të madhe edhe në planifikim. Gjatë rishikimit buxhetor, programi për menaxhimin e mbetjeve urbane u shkurtua me plot 474 milion lekë, ndërsa fondet për mbrojtjen e mjedisit dhe të pyjeve pësuan gjithashtu ulje të ndjeshme. Raporti thekson se mungojnë shumë dokumente financiare për projekte madhore, si Parku i Ulcës apo Qendra Multifunksionale e Vjosës.